Nuk ka qenë e lehtë për neve si luftëtarë të UÇK-s në atë moshë. Me qëndru bashkë me një pjesë bashkëtorëve edhe për një moment. Kam pas probleme edhe në kohën e çlirimit, sepse unë një operacion e kom kryer ndoshta 10 ditë a 2 javë mas 12 qershorit vitit 99, i kom pas ato metalet vendosura mrena dhe jashtë dorës, edhe kështu që është dashtë me i hek një pjesë prej tyne, edhe kështu që me plagë kam ardhur në shtëpi. Edhe rrethanat që kanë qenë atë kohë shoqërim, kur jam kthyer, kanë qenë vështira sepse nuk ka funksionu, nuk ka pas kushte të kohën, mirë po është kujdes një doktoresh aty me fshi një minë rrugë për plagët e mia, është kujdes për shoqërimin, pastaj prapë u ka dashur me shku në spital ushtarak atje për me i krye edhe disa intervenime të tjera, mirë po plagët e mia janë vështirë të sqarume, sepse kam pjesën e bryllit të humbun komplet edhe çdo ditë më shfaqen infeksione nëpër plagë, edhe i kom pas ndoshta 20 a 30 a 40 intervenime nëpër plagë, edhe prapë më shfaqen ato infeksionet sepse është pozita është e papërshtatshme edhe për pak, për një gjë më të vogël u mbledhen edhe kështu që çdo ditë përballen me plagë, çdo ditë përballen me pasoja të lehta, se mos harrojmë se nuk ka qenë e lehtë për neve si luftëtarë të UÇK-s në atë moshë. Me qëndru bashkë me një pjesë bashkëtorëve edhe për një moment. Ja, sot i kujtoj ato ngjarje, edhe çdo ditë i kujtoj.